Trafiku në Prishtinë është në gjendje të rëndë. Tollovia e përhershme shkakton vonesa, stres dhe ndotje të ambientit. Trotuaret janë të zëna nga veturat e parkuara, ndërsa transporti publik është në gjendje kaotike. Linjat e komplikuara, me orar të paparashikueshëm dhe me vende ku autobusët nuk mbrin fare, e bëjnë këtë sistem pothuajse të papërdorshëm. Asnjë qytet në Evropë nuk e ka zgjidhur problemin e trafikut pa e zgjidhur problemin e transportit publik. Andaj ne do t'i ndërmarrim këto masa. Brenda 6 muajsh do të bëjmë analizën MCA të transportit, ku synojmë zvoglimin e kohës që qytetarët kalojnë në trafik, thjeshtësimin e linjave dhe arritjen e standardit evropian që asnjë shtëpi mos të jetë më larg nga një stacion se 300 metra. Do të instalojmë sistemin e GPS-ve nëpër autobus që të dijmë saktësisht orarin e secilit prej tyre. Do ta përmirësojmë pastërtinë e autobusëve dhe po ashtu do të përmirësojmë sistemin e pagesave të shpejta. Për pensionistë, raste sociale dhe grupe të rrezikuara, transporti publik do të jetë falas. Kur ka ekip, plan dhe përkushtim, zgjidhja është e lehtë. Për plane tjera të vetëvendosjes, vizito përprishtinën.com. Voto 61. Shpend Ahmeti për një kryetar të mirë.